Filozofët antik ishin një shprehje shumë simpatike, po domethënëse. Njife vetveten. Ne na takon shpesh herë të njohim profesor akademik intelektual, edhe për misionin që kemi si meshtar, fal Zotit, është shumë e bukur e gërshetuar në kontekstin e jetës tonë. E ti do në mark bën shpesh herë këtë përvojë, po ashtu dhon. Por këta akademik që din shumë, do të thosha më shumë gati se sa dhe një bibliotek, fatkeqësisht nuk janë marrë kur me vetin. Atëherë, këshilla e parë që do t'ju jepsha studentëve, miqve tanë të dashur, është ajo e aftësisë jo me dalë vetëm prej vetit, por dhe me hyn veti, po me Zotin. E duke njohur vetveten atëherë, do të fillojnë të zbulojnë që me të vërtet hapësia më e madhe që kanë nevojë të eksplorojnë, dhe jeta është eksplorimi më i madh brenda vetvetes, sepse aty banon krijuesi. E kështu edhe formimi atëherë, dhe koncepti, dhe bagazhi intelektual që merret, me këtë busull të bukur, merr atë shijen, si thotë Ungjilli, të kripës edhe të dritës. Po ashtu, nëse akademikët tanë do të njihshin më shumë edhe mjerimet dhe paftësitë e tyre, të brendshme, shpirtërore, humane, do të kuptoshin që misioni i tyre i vërtet është që duke pasuruar të rinjt tanë në formimin dhe edukimin e tyre, gjë më e bukur është që ky është thesari i tyre. Sot kemi pak mësues që kanë me të vërtet dishepuj. Sot mësuesdhënia, të qenit akademik, të qenit profesor, shpesh herë matet me peshën e legëve. Dhe jo rrallë herë edhe studentët tanë, dhe unë kam njohur shumë, kanë përjetuar presionin që pavarësisht meritave intelektuale dhe formuese të tyre, kanë qenë detyruar me sjell edhe një zarf me veti. Kjo është drama e akademikëve shqiptar, jo të gjithëve, falenderojmë Zotin, por shpesh herë në katedrat dhe selit kryesore të vendit tonë ulen njerëz që peshojnë sipas lekut, dhe ta tregojnë boshllekun.